Unë jam I vdekur përse gjalli. Kam ikur në Greqi, jam mjekuar për ditë muaj nga hematomat që kisha në organet e brendshme. Rasti I Remzi Hoxhës, biznesmenit kosovar të zhdukur në tetor të vitit 1995, mbetet një nga plagët më të thella të tranzicionit shqiptar. Në mesin e dëshmive të shumta, rrëfimi I Ziso Kristopullit, një qytetar I thjesht nga Ksamili, ka ngjallur vazhdimisht debat për shkak të akuzave që ai ngren ndaj strukturave të sigurimit dhe shikut të asaj kohe. Në një intervistë gjatë dhe tronditse, Kristopulli tregon historinë e tij, rrëmbimin, torturat dhe mënyrën se si u përfshi padjeni në atë që ai e quan makina e dhunës së shtetit. Ziso Kristopulli tregon se nuk ka njohur kur Remzi Hoxhën. Sipas tij, gjithë përfshirja nis nga një person që ishte prezantuar si Armando Dietermans, një kameraman austriak. Më vonë, Kristopulli zbuloi se pas këtij identiteti fshihej Abdul Loshaj, I cili sipas tij punonte si infiltruar. Ky person u fut në rrethin e tij përmes miqësive të zakonshme dhe sipas Zisos, ishte pikërisht ai që I hapte telashet. Në kohën kur Loshaj humbi disa para dhe u zhduk, nisën edhe pensionet ndaj Kristopullit. Njerëz të paidentifikuara akuzuan atë për lidhje me Remzi Hoxhën, akuza që ai I quan të palogjikshme, pasi siç thotë nuk kishte asnjë kontakt me të. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.